vit 1999, në fshatin Glogjan të Pejës, një prift shqiptar nga Prizreni bëhet muri gjallë për popullin e tij. Don Kelmend Spaçi, famullitar i kishës katolike Shëndou, kishte mbledhur në kishën e tij qindra shqiptar, burra, gra, fëmijë, katolike musliman, të gjithë që kërkonin stre nga vdekja që po afrohej. Për të, shqiptarët ishin një, në gëzim dhe në dhimbje. Një komandant serb me gishtin në këmbëzën e automatikut në derën e kishës urdhëron: "Mindaj muslimanët në njërën anë, katolikët në tjetrën." Por prifti me guximin e një heroi në zemër qëndroi përballë tij. "Këtu nuk ka muslimane katolik. Këtu janë veç shqiptar të pafajshëm. Para se të ndash e të vrasësh, më vrit mua të parin, pastaj motrat e nderit. E vetëm atëherë vazhdoje krimin tënd." Don Kelmend Spaçi e bëri kishën stre dhe fjalën mburoi.